Daniel Marku sot kampion me Vllaznia U16 dhe golfinuesi më i mirë i kësaj skuadre. Emocione? Normal emocione shumë i gëzuar me ekipin, me tan, me profet, me familjen që më ka pështet me tan. Daniel, ka qenë një sezon i gjatë, por cili ka qenë goli më i bukur që keni realizuar? Goli më i bukur. Tana golat përbes kanë qenë bukur me ndihmu ekipin, me çu këtë kupë e me dal kampion më në fund. Sa i kënaqur ndiheni? Shumë i kënaqur. E keni dominuar Tiranën, 3 fitore, 1 barazim. Kjo tregon që e keni merituar maksimalisht këtë titull. Po, normal, si në Shkodër, si në Tiranë, kena mujt Tiranën, 2 herë 3-0, edhe tash 2-1. Daniel, çfarë synimesh keni për të ardhmen? Për të ardhmen, normal ëndra male mu bë futbollist, herë me lujt me Vllazninë e Madhe, edhe me ndihmën e Zotit, edhe me lujt në Europë. Sa gola ka shënuar Marku në këtë sezon? Unë me U16 kam shënu 24 gola, edhe me U17 2. Daniel Marku ka shpikatur edhe tek radhët e specialistëve të futbollit shkodran, të cilët ju kanë pikasur për të ardhmen tuaj. Sa besoni se do të jeni pjesë e skuadrës së parë? Normal me shumë punë dhe disiplinë, gjithkush mundet me e bë, pa u dorëzu kurrë. Besoj që mund të arris atë. Ku i dëshon ti ngjasoni tek Vllaznia sot? Murataj dhe Kallaku më pëlqejnë shumë. Dedikimi për këtë sukses për Daniel Markun? Fillim ja dedikoj Zotit këtë, pastaj familjes dhe shokëve për rreth. Bravo. Faleminderit.